Të dashur maturant, nxënës, mësues, prindër dhe të ftuar. Sot jemi mbledhur për të përmbyllur një kapitull të rëndësishëm në jetën tonë. Për disa ky është fundi një udhëtimi të gjatë, me orë të panumërta mësimi, për të tjerët një ndalesë reflektimi përpara nisjes së rrugëve të reja. Sot është dita kur mbyllim një derë, por pa haruar se ajo derë çon drejt shumë të tjerave që tashmë janë duke pritur të hapen. Ky vit, si çdo vit tjetër, pati ditë me diell dhe ditë me re. Kishim suksese për të festuar, por edhe sfida që na vu në provë. Disa prej jush mund të kenë ndjer lodhjen, zhgënjimin, hezitimin, por më e rëndësishme është se qëndruat. Nuk hoqët dorë. Sot jeni më të rritur, më të pjekur, më të gatshëm për të përballuar botën që ju pret përtej mureve të kësaj shkolle. Sot kemi arritur të realizojmë akreditimin e plotë të shkollës, që do të thotë garanci e standardit të cilësisë për të ardhmen tuaj. Ka pasur momente kur ndoshta zgjodhet argëtimi në vend të detyrës, apo kur një dalje me shokët duke më e rëndësishme se një orë mësimi, dhe është në rregull, sepse kështu mësohet ekuilibri. Por tani që jeni maturant të diplomuar, koha ju kërkon një përkushtim më të qartë dhe një vendosmëri më të madhe. Nga sot, e ardhmja është më shumë në duart tuaja se sa ka qenë ndonjëherë. Ata që do ndjekin studimet e larta, do të kenë përgjegjësinë ta çojnë më tej dijen dhe pasionin e tyre. Ju uroj të shkëlqenin auditorët e rinj dhe të ktheheni si profesionistë të Zot që japin vlerë shoqërisë. Ata që zgjedhin të hyjnë në tregun e punës, do të gjejnë përkrahje në projektet dhe mundësitë që ofrohen për të rinjt, dhe sidomos në bashkëpunimet tona me bizneset partnere dhe zyrat e punësimit. Këto ditë janë ofruar kompani të ndryshme, si Jura Corporation, Vegas Group, kompania Apcons për parkun fotovoltaik Blu 2 për pozicione të ndryshme vakante. Për çdo mundësi punësimi tuajën, do ju dërgohet në grup nga mësuesit kujdestar. Disa prej jush, me pasionin që keni treguar në praktika profesionale, do të jenë të vetë punësuar, si shumë prej ish nxënësve tanë që sot menaxhojnë biznese të suksesshme. Mariam Xhaferaj, Emir Nokici, Erin Goxhaj, Fabio Guga, Franci Malaj, Jurgen Gjoni, Lejdi Gjivani, Luciano Pitri, Malvin Piperi, Marius Elmazaj, Marlen Peçollari, Melsian Koxhaj, Muhamet Gjata, Orgito Isufi, Paolo Tego, Renato Tego dhe Valerio Tupa. Mësues, përfaqësues biznesi dhe ju të dashur maturant, mirë se keni ardhur në ceremoni festive të diplomimit tuaj. Tani me një duar trokitje do të mirëpresi maturantët tanë të dashur, të cilët janë bërgati dhe janë këtu në të djathën time, dhe me njëherë do t'i ftojmë të zënë vendet e tyre si pas klasave. Do të fillojmë me klasën 13-1. Është fundi i një fillimi të ri për të gjithë ju maturantë. Besoj jeni dakord të gjithë së bashku me mua se ky është një moment emocional. Gati të hedhin hapin e radhës drejt jetës profesionale apo studimeve universitare. Se arsimi profesional nuk është një alternativë e dytë, por një rrugë e sigurt drejt suksesit. Dhe sukses Zula, Andi Shpata, Antonio Jaupaj, Arlin Shqytermeja, Francis Caushaj, Hysni Yzeiraj, Cleo Spaiu, Lulzim Abazaj, Marcelino Koço, Mario Metaj, Mateo Hënaj, Nelion Lalaj,
Arjeton Tahiraj, Denis Shombashi, Dimitri Qela, Ergi Lëngu, Ermali Sufaj, Florian Koqiaj, Gazmend Lushkaj, Gerion Lalaj, Kreshnik Shametaj, Ledion Zira, Novruz Aslanaj dhe Odise Hebeja. Me mësues Artur Gjeka. Sot jemi mbledhur sigurisht për të nderuar përpjekjet që janë bërë